Nuk e di si, por sot arritëm t'ja shtym pak gjumin batos, edhe pse u zgjua në 4, më pas rifjeti dhe u zgjua në 6. Kjo është gjë shumë e mirë për ne. Gjën e parë që kërkoj ishte ujë, ndoshta nga që më pa dhe mua duke pirë ilaçet, dhe sigurisht më pas ju drejtuam me një herë kuzhinës për të gatuar mëngjesin. Sot vendosa të bëj scramble eggs për të gjithë familjen. Ndërkohë që po luante, unë përfitova nga rasti të zgjedh rrobat për t'ja hequr thesin e gjumit dhe sigurisht për ta ndruar. Sistemova çfarë kishim lënë nga mbrëm, ndërkohë që Bato sërish vazhdonte të luante me makinat e vogla që për momentin i ka fiksim. Pasi e ngri mëngjesin, Bato filloi dy luftimin me Rion, luajnë çdo ditë bashkë dhe mua më bëhet shumë qefi që Bato po rritet me një qenush. Zgjodha një outfit shumë të thjeshtë për vete, që t'jem komode dhe të çoj Baton në çerdhe. Los Picaboo? Para se të dal, vendosa në punë tharsin e rrobave dhe përgatita çantën e Batos për në çerdhe me gjërat që i nevojiten për ditën. Përfitova nga rasti që sot kisha më shumë kohë për veten dhe vendosa të aplikoj këtë vajin e flokëve nga Ada Herbs. Your Pilates principles in mind, so don't just kind of push through the stretches. Para se të bëhesha gati, përgatita diçka të shpejtë që të ishte gati kur të ktheheshim në darkë. Dhe ky është outfiti për sot. Për vlogje më të gjata, mos harroni të më ndiqni në kanalin tim YouTube. Ciao ciao.